Sipas saj, anë nuk është e domosdoshme vallë që burri të shkëlqejë në shumë drejtime, ta bëjë bashkëshorten të njohë forcën e pashtershme të dashurisë. Mirpa jo vetëm që nuk e luan këtë rol, por as për vete nuk ka interesa dhe dëshira. Ndërsa ai si mësonte asaj asgjë, s'dinte kur gjë, s'kishte asnjë dëshirë. Krahasoni me emrin që zjen nga dëshirat, E kishte inat që ai se prishte fare Terezin, që s'dilte kur nga ajo plogështie patrazuar, që e ndjente veten bile të lumtur prej saj. Sa të kundërt janë. Ndërsa Ema ndjete lumtur në ëndra, ai ndjeti lumtur në rutinë. Rutina vret ëndrat. Ema është ndërimtare, e dihet prap kush e vret Emën në fund. Kjo në fakt është dhe e mira me romanet e Flaubertit, e di qysh në krye vazhdimin. Duke qenë se mbështetet ose realizmi i tij mbështet në baza thuajse shkencore, mund ta përfitojmë romanin si një lloj eksperimenti kimik. Ka marrë dy provza, një me substancën Ema, një me Shalin, të ka dhënë tiparet e çdo substance dhe ti e di fare mirë reaksionet e tyre dhe përfundimin.